Hakerat iranian kërcënojnë Shqipërinë. Irani ka të drejtë të godas me raketa në Manz. Grupi i hakerave iranian është rikthyer sërish në vëmendje pasi ka nisur shpërndarje në materialeve kërcënuese ndaj Shqipërisë në rrjetet sociale, duke marrë shkas nga konflikti mes Iranit dhe Izraelit që nisi të premten e kaluar. Hakerat kanë publikuar një mesazh kërcënues që lidhet me rolin e Shqipërisë në strehimin antarëve të organizatës së Mundxahedinëve të vendosur në kampin e Manzës. Në deklaratën e shpërndarë përmes platformës Telegram, grupi thekson se iranianët kanë të drejtën e tyre për të sulmuar kampin e Manzës me raketa. Ky kërcënim u shoqërua edhe me një sulm kibernetik ndaj faqes së Bashkisë Tiranë. Kjo nuk është era e parë që ky grup lëshon mesazhe të tilla në adresë të Shqipërisë apo që ndërmerr sulme kibernetike ndaj institucioneve shtetërore shqiptare. Më herët ky grup ka shpërndar në sisteme të tjera shtetërore, duke publikuar edhe të dhëna personale të qytetarëve shqiptar. Në mesazhin e fundit shkruhet: po ende shafër vdekjes, mbi 3000 terroristë u vendosën në Shqipëri. Toka shqiptare ishte e detyruar të strehonte këta egërsira. Është mjaft e kuptueshme për shqiptarët mikpritës. Shpresojmë që iranianët, të cilët tani kanë të drejtën ligjore për të lëshuar raketat e tyre mbi natyrore në kampin e Manzës, ta kuptojnë këtë.